sa shumë njerëz duan ndryshime në jetën e tyre, por nuk janë në gjendje me hedh hapin e parë. E pse? Sepse kanë frikë që nuk ja dalin, e krahasojnë veten me të tjerët në mënyrë të pavetëdijshme. Mendojnë që duhet me qenë dikushi për me hedh hapin e parë. Mendojnë që duhet me qenë perfekt për me fillu një projekt të ri apo çfarë do qoftë tjetër. E shohin veten pra më të vogël se të tjerët. Po mirë, am thuaj, një njeri që ka arrit suksesin e tij, qoftë i famshëm, qoftë në biznes, qoftë në çfarë do qoftë, pra që ne e marrim si suksesshëm, a ka qenë edhe ai aty në fillim të karrierës së tij ku është tani? A është dashur edhe ai person, pra që e quajmë na të suksesshëm, apo çfarë do të qoftë, pra në çfarë do drejtimi që kanë rri ata njerëz? A u dashur edhe ata më janë nis dikund? Po. A kanë qenë edhe ata të vegjël që i quajmë na? Po. Okej. Pra, apo e shihni se gjithçka fillon me një hap, me një guxim. Pra, duke mos e shiqu veten më të vogël se askush tjetër. Edhe pra gjithë ata që i kanë arrit sukseset e tyre, e që na i shohim si të mëdhej, edhe ata kanë qenë të vegjël. Edhe ata është dashur me kalu në për sfida të ndryshme për me u kriju ata që janë tani për momentin. Pra, çka po pret, hidhe hapin e parë, kur mos e shif veten më të vogël se dikush tjetër. Bile, kur të fillosh me atë intencionin që sot do sfida që mu më shfaqen, unë krijohem përmes sfidave. Ne ja dalim vetëm kur futem në për sfida. A dini pse? Sepse sfidat janë ato që neve na forcojnë, na bojnë më të fortë. Edhe kur i kalon ato, thu, hej, vërtet unë ja kum dalë. Edhe kështu arrihet suksesi. Kështu ja ka dalë secili, më ndryshe se ka pas 100% askush. Nisja sot, mos prit.